Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Australi ku një futbollist 28 vjeçar shqiptar është hedhur nga kati i 8 i një pallati duke gjetur vdekjen. Shqiptari Mario Bacaj, lojtar në një klub në Australi, po pritej nga shokët e skuadrës për të shkuar në ndeshje, por lajmi i keq i tronditi të gjithë. Shqiptari dyshohet se është hedhur nga çatia e një bar-restoranti dhe përpjekjet e shpëtimit ishin të kota. Zjarfikësit, ambulanca dhe policia nxituan menjëherë në vendngjarje, por nuk ishte asgjë që mund të bëjë për futbollistin. Bacaj i njohur edhe në Shqipëri për karrierën e tij si lojtar, la pas një grua dhe një djalë të vogël. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.